unë kam pas fatin që të rritem në një familje ku kemi pas shumë dashuri, kemi pas një tryezë ku ka fillu dashuria dhe mendoj që në familjen tonë nuk ka përfundu kur. Prandaj kjo është ajo fati, ajo zanapila e gjithë shkaje për mu, edhe për motrën, edhe për vllaun, që kemi arritur sukseset më të tjeshme. Ka qenë kjo tryezë, kjo familje e cila neve na ka bashku, edhe na ka mbajt gjallë në të gjitha rënjet dhe në të gjitha sukseset që ne kemi pas gjatë jetës. Një fotografi që ka regjia gati, je me dy prind me sa di, do me thonë kemi selektu disa fotografi të cilat janë të rëndësishme për me thonë, për ty. Regjia i ka disa, në fakt, unë ka marrë disa prej fotografive tua me thonë të drejten, nuk e gjithë sa ka mujtë mja arrit edhe me kanë selektiv ndaj atyne. Regjia besoj është gati një fotografi ku jeni dy fëmijë me prind? Po, jemi me motrën, ne realisht jemi 3 fëmijë, unë, motra dhe vllau, edhe 2 prindërit. Mirë po në këtë fotografi vllau s'ka lind ende, sepse unë e motra jemi më të rrituna, ndërsa vllau është 5 vjetë më i ri se unë, dhe e kom ndo këtë pjesën e kohës ku me tregu se si ka qenë ajo fëmiri, si na kanë qëndru ofër, si na kanë bikëshyr me krejt ato problemet financiare dhe krejt atë punën e madhe që ata e kanë bërë për të siguru neve një jetë shumë të mirë. E këtu në fotografi me? Kjo është fotografia ime me motrën. Motra është një vit më e madhe që shihet edhe nga qëndrimi i saj. E mpon mirat anën e... Është fotografi e vjetër? Është e vjetër, është shumë fotografi e vjetër. Kjo e mpon mirat rolin e motrës së madhe, e motrës budhetse. Labi motra tash është në Zvicër, është kirurge, dhe është shembulli i një femre e cila është një femre e cila është tepër punëtore, është e jashtëzakonshme, është shumë inteligjente, edhe mbi të gjitha me atë bukurinë në naturalitetin e vet, është një femër e pashoq që është bagi problem t'i qëndrosh afër, t'i qëndrosh karshi me potencialin e saj që ka për punën dhe për karrierën e saj. Jo që është motra ime, por me të vërtet është e pashoqërueshme në këto aspekte, sepse është e jashtëzakonshme në suksesin e karrierës vet. Sa kur flasim për motrë, do të thonë edhe unë e kam motrën edhe jemi shumë të lidhur, nga ke pa edhe ti besoj bashk. Kështu që kjo lidhje reflekton edhe përmes mimikave kur ti flet. Po. Lidhjen e kemi të jashtëzakonshme, ndajmë gjithçka bashkë me njëra tjetrën. Janë pak ato momente të cilat nuk i diskutojmë së bashku. E kam pas pak problem kur ka shku me jetu u shkput në Zvicër. Në fakt një vit ka qenë sikur rrugë e humbur për mua, sepse ashtu ka reflektu. E kam pas udhëhecse dhe të diskutueshme në çdo bisedë timën, prandaj ka qenë pak problematike viti i parë, por që mandej kemi vazhdu me telefonata dhe me gjëra të ndryshme, mirë po në plot kuptimin e fjalës është fat për mua që kam një motër të tillë, e cila më ka qëndru gjithmonë prap, edhe në momentet më të vështira është e para që më kontakton edhe më thotë që duhesh me jetë, ose duhesh me vazhdu më tutje, ose jeti që mundesh, do të thonë krejt ato fjalët e mdoja bin prej staj. Gjithë ata që e njohin e dinë që me të vërtetë është kjo reale. Jo, ta besoj se duket edhe kur flet edhe kur komenton, e për këtë fotografi e kisha. Po, kjo është fotografia ime me 2 prindërit e me, njërën anë është babaj dhe tjetërën anë është nëna. Në këtë fotografi do të flas pak më shumë për babajin, si çdo vajzë lidhja me babajin është shumë e veçantë, edhe për mua ka qenë e tillë, edhe për mua dhe për motrën baba ka qenë gjithmonë mbështetja jonë e vetme, sepse nana si karakter ka qenë pak më e vështirë. Dhe çdo herë kur ne s'kemi pas rrugëzgjidhje tjetër, ka qenë baba që na ka ofru edhe na ka mbështet shumë. Tek unë personalisht e kemi edhe një lidhje tjetër, për shkak që e ndajmë pothuajse të njëjtin profesion. Unë jam specialiste e stomatologjisë, specialiste e protetikës, dhe këtë e kam trashëguar nga babi, sepse babi është teknik i dhëmbëve, dhe qysh prej femrisë jam rrit në një tryezë, ai ka punu në shtëpi, brenda në sallon, dhe jam rrit në një tryezë ku ai ka ndo secilën
se cilin rast, se cilin pacient e ka ndo me neve si fmi, edhe na ka uzu qysh prej shumë herët se qysh na duhet me i menagju pacienta, qysh duhet me arrit një sukses tek pacienti, prandaj zanafila e profesionit tem është prej babës. Gjithashtu, në fillimet e karierës time, kur kam fillu me punu protetikën, sepse ata që e njohin pak a shumë këtë profesion, e din që është 50% çështje shkatësie praktike dhe pjesa tjetër është teorike. Prandaj unë 2 vitet e para kam marrë babën me vete në ordinancë dhe ka qenë mbështetja ime, edhe është ende mbështetja ime vetme për secilin rast protetikur, sepse e njeh shumë mirë punën, ka krejt jetën e vetë punë, prandaj lidhja ime me babin është e jashtëzakonshme edhe mendoj që është fat për secilën vajzë e cila e ka babajin pranë për me të mbështet edhe për me qenë krau jot i fortë në secilat sfida të cilat i sjell jeta. Qoftë profesionale që ka ndodhur me mua, po qoftë edhe sfidat e përgjithshme, sepse babi me njohurit e mëdha jetësore që i ka nga jeta e vet, është në gjendje të jap për secilin situatë një këshill dhe një udhëzim se si të